Hoxh, dëshirojmë të na flasësh për shenjtërinë e nderit dhe rëndësinë e ruajtjes së tij. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammed. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të gjithësisë. Lavdrimet, bekimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton, të dashurin ton, Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. S'ka dyshim se nderi është i shenjtë dhe ruajtja e nderit është një nga çështjet madhore. Një nga synimet e fesë sonë është ruajtja e nderit. Feja jonë ka si synim madhor ruajtjen e fesë, ruajtjen e mendjes, e shëndetit mendor, kthjelltësisë mendore, ruajtjen e pasurisë, ruajtjen e nderit. Dhe prandaj shariati i ka ndaluar ca gjëra, i ka konsideruar krime ca gjëra, madje ka dhe dispozita për mbrojtjen e shenjtërisë së nderit, paprekshmërisë së nderit dhe të çështjeve të tjera të cilat i përmenda. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë haxhit të lamtumirës, në ditën e madhe të Kurban Bayramit, që është ditë feste, ka mbajtur një fjalë dhe në këtë fjalë ai ka thënë inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi yawmikum hadha fi shahrikum hadha ala hal ballagh. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, vërtet jeta juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj është i shenjtë, është i paprekshëm, ashtu sikurse shenjtëria e kësaj dite, e këtij muaji dhe këtij vendi. Kjo ditë është dita e madhe ajo ditë ishte dita e madhe Kurban Bayramit, ditë e shenjtë. Ai muaj ishte muaji Dhulhixhes, i riteve të haxhit, një nga muajt e shenjtë. Dhe ai vend është vendi i bekuar, Qabja, vendi i shenjtë në Mekë, vendi më i shenjtë në botë realisht. Ka paprekshmëri, ka shenjtëri. Kështu pra jeta është e shenjtë, pasuria është e shenjtë dhe nderi është i shenjtë. Ne po flasim për çështjen e nderit, e ruajtjes së nderit. Pra, feja islame ka konsideruar shenjtëri dhe nuk lejohet cënimi i nderit, nuk lejohet prekja e nderit. Nuk konsiderohet krim vetëm prekja e jetës, vetëm prekja e pasurisë tjetrit. Padyshim që këto janë krime të rënda. Derdhja e gjakut pa drejtë është krim i madh. Marrja e pasurisë në mënyrë të padrejtë ka shumë forma të palishme të përfitimit, të marrjes pasurisë në kohën tonë. Këto konsiderohen krime, vjedhja, grabitja, plaçkitja, korrupsioni, rishfeti dhe forma të tjera të përfitimit të palishëm të pasurisë. Por edhe cënimi i nderit konsiderohet krim. Njerëzit janë mësuar që të flasin për krime ndaj jetës, krim ndaj pasurisë, prekjes pasurisë tjetër pa drejtë. Por pak flasin ose nuk flasin fare për cënimin e nderit. Edhe njeriu ka nder, ka dinjitet, qoftë mashkull apo femër. Dhe duhet mbrohet, duhet ruhet nderi, dinjiteti. Nuk lejohet cënohet nderi dhe dinjiteti. Profeti e ka shpallur të paprekshëm, e ka shpallur të shenjtë. Dhe ky është një nga synimet e shariatit. Ka rregulla, ka ligje, ka mëkate që, domethënë, që prekin këtë pjesë. Konsiderohen krime, gjunahe tek Allahu, quhet një gjunaqtar i madh, ka pasojë në dynjë dhe në ahiret. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu."
ka thënë çdo musliman e ka të ndaluar të prek jetën, pasurinë dhe nderin e muslimanit tjetër. Profeti ka përmendur domethënë muslimanit, se marrëdhëniet mes muslimanëve më të ngushta. Por dhe prekja e pasurisë, e jetës, pasurisë një bashkëqytetari tjetër, që nuk i përket fesë tonë, është ndaluar. Prekja e jetës tij, prekja e pasurisë tij, prekja e nderit tjetrit, qoftë edhe jo musliman, abuzimi me nderin e tjetrit, është haram, është krim, sepse është shenjtëri. Dhe duhet të respektohet shenjtëria, nuk lejohet që të preket. Ruajtja e nderit është një nga virtytet e larta, një nga veprat e mira, për të cilat njeriu merr shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu i lartësuar ka lavdëruar në Kur'an ata që ruajnë nderin. Dhe kjo është një nga cilësitë e xhenetlive, siç e ka përmendur Allahu i lartësuar në surën Al-Mu'minun, walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. E ka përmendur si një nga cilësitë e besimtarëve që do të jenë banor xhenetit më të mirë, xhenetit el-Firdaus, rutja në nderit. Njeriu të ruajë nderin e vet, moralin e vet. Domethënë gruaja, burri, të ruaj vajza, djali, trit dhe trejat, qoftë para martese, qoftë pas martese, të ruaj nderin. Nuk lejohet imoraliteti, zinoja, kurvëria, domethënë. Është krim, është gjuna, është haram i madh, është mëkat i madh. Qoftë edhe para martese. Nuk lejohet marrëdhëniet intime vetëm se në kuror martese. Domethënë në mënyrë të lishme, që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Do të respektohen ligjet e fesë, të ruhet nderi, se ka 33 në kohën tonë që domethënë bashkëjetojnë pa bërë akt martese, edhe konsumojnë edhe lidhjen, raportin seksual ndërmjet tyre, dhe duke menduar që do të shkojnë deri në martesë, pastaj shkojnë apo nuk shkojnë në martesë, është çështje tjetër. Kjo është haram, kjo është mëkat, është gjuna i madh, kjo quhet imoralitet. Do të më thonë drejt çështjes siç janë, është në kundërshtim me ligjet e shariatit. Nëse dikush kërkon martohet me një femër, nuk mund të kryej raport, domethënë marrëdhënie intime me ta në mënyrë të lishme vetëm se pas bërjes së aktit martesës. Para aktit martesës kjo konsiderohet krim, konsiderohet gjuna, haram. Flasim domethënë në vështrimin e Islam, sipas ligjeve të Zotit. Në Kur'an dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ruajtja e nderit është një nga veprat më të mira, për të cilat Allahu në Kur'an ka premtuar xhenetin el-Firdaus. Në një vend tjetër në Kur'an, Allahu subhanahu wa taala gjithashtu e ka përmendur si një nga cilësitë e atyre që shkojnë në xhenet. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an që me ul shikimin si besimtarët dhe besimtarët, dhe të ruajnë domethënë veten nga immoraliteti. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men hafidha farjahu dakhala al-janna, falahu al-janna." Ka thënë kush e ruan nderin, kush e ruan veten nga immoraliteti, ai ka si shpërblim xhenetin. Ka thënë një hadith tjetër, kush e ruan gojen dhe organin gjinor nga immoraliteti, unë garantoj për të xhenetin, pra ai hyn xhenet. Ka thënë një hadith tjetër, kush me tyre është me rujt nderin. Ruajtja e nderit është një nga sebebet për lehtësim, për jetesë të mirë, për mirësinë në këtë botë. Dhe gjithashtu ruajtja e nderit është edhe sebeb për të qenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar ditën e gjykimit, si mësohet nga një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet të kultivojmë frikën prej Zotit, duhet që të kultivojmë moralin e mirë, ruajtjen e nderit, që njerëzit të kenë dinjitet, domethënë ta ruajnë nderin, ta quajnë gjë të rëndësishme, qoftë mashkull apo femër, dhe të mos lejohen të cënohet kjo pjesë. Dhe domethënë dhe bashorti do të ketë xhelozi për bashortën, po dhe bashortja për burrin e saj. Familja ruajnë njëri tjetrin, nxjisen njëri tjetrin për ruajtjen e nderit, nxiten dhe djemt dhe vajzat të ruajnë nderin, dhe farefisi
ka ndikimin e vet për ruajtjen e nderit dhe të moralit. Po dhe shoqëria ku jemi, elhamdulillah, në vendin tonë ka ende familje, ka një pjesë të shnetshme që ruajnë nderin e ruajnë moralin, po ka dhe njerëz që po abuzojnë, njerëz që po shfrenohen, që po marrin veset e ulta të disa popujve të tjerë, dhe u përhapet immoraliteti, prostitucioni, veset e ulta, punët e turpshme. Ato duhet luftohen. Dhe pastaj këto çojnë deri në çështje edhe më të rënda pastaj, siç është abuzimi seksual, shantazhi, ngacmimi seksual e tjerë.